jo me akuza të prokurorisë së kapur në atë kohë, e cilësoj, jo me mediume të pambikëqyrura, klapa jo profesionale. Qëllimisht kërkojmë nga gjykata që të tërhiqet drejtja shpandevrit Salih Xhipa. Kjo vepër që përpiqet të adresohet tek ne me përpjekjen për dhënë mas, është e pabazuar. Kontestoj çdo procedurë të adresuar dhe të ndjekur deri tash. Kontestoj procedurën e deri tashme të ndjekur për çështjen, në veçantë mungesën e ekspertizave për provat, thojza provat e ngritura. Nga elementi që cilësohet armë deri te mënyra e përdorimit, personave me të cilëve dyshohet që është përdorur, aktivitetin e vete dhe qëllim, dhe besoj që gjatë shpjegimit do të ilustrojmë këto që deklaroj. E mbrojtura ime akuzohet se me 21/3/2018, ora 12:10 deri në 15:40 ka kryer veprën penale siç e përcaktuar. Kjo akuzë është e madhe për shkak se në aspektin kohor, edhe pse kemi të bëjmë me një veprim konkret, pra me një hjetë të bëjmë shkruhet interval kohor për mëse 3 orësh. Tutje në lidhje me këtë met, nuk kemi konkretizim të veprimeve të secilit nga kryesit, edhe pse kemi të bëjmë me 4 kryes, siç pretendon prokuroria, ndërsa përshkrimi është i përgjithshëm. Këto të meta komplementohen edhe në aspektin e provave. Pse? Se si shihet për shembull në raportin me numër referencë 04 221 023 për 2019, i njëjti, pra këto shkresat landës përkujnë me landët që në polici kishin bërë të shembën 2018 DKR 05, 2018 DKR 06, 07, 08, 09, 010. Pra, këto raporte, këto shkresa përkujnë me çështje juridiko-penale që janë trajtuar nga kjo gjykatë e disa për cilave kanë marrë epilat. Në këtë drejtim, akta akuza mbështetet edhe në provat pa bazuar, duke filluar pe raport të ekspertit të IED-s. Në këtë drejtim, edhe pse kemi të bëjmë me raport, i cili në këtë rast propozohet në cilësi të ekspertizës. Pra nuk mund të kemi një ekspertizë që është kryer provë në çështje juridiko-penale përderisa nuk propozohet dëgjimi i ekspertit ose i përpiluesit raportit në këtë rast. Për çka? Është obligimi i prokurorisë që të dëshmoj fajësinë edhe normalisht që të mbështes provat që i ka propozuar. Në këtë çështje juridiko-penale këto prova nuk korrespondojnë me akuzën. Pra, për neve si mbrojtje është e pamundur që të kryhet detyra jonë përderisa nuk e kemi të qartë elementet e veprës penale, veprimet konkrete inkriminuese madje as prova, që natyrisht se do nënkuptoj që të pandehurit në këtë rast mbrojturës time do i shkelet e drejta në gjykim drejt edhe të arsyeshëm. Duke disponuar provat, thojza arma e cilësuar, do duhet kishte vendin e prodhimit, origjina, forma e shërbimit, posedimit apo transportit deri në vendin tonë, sepse nuk jemi vend prodhues, deklaratat dhe konstatimet e arsyet e disponueshmërisë tonë me ato mjete, ekspertiza e pasojave të asaj arme dhe rastet konkrete si pasojë kur ka rezultuar si armë vdekjepruese. Sepse në emërtim ka vetëm një përkufizim, lot sjellës, jo vdekjeprues. Dhe në disa foto ka përkufizim me emërtimin NATO. NATO është formacion po jo prodhuesi i asaj arme në thojza. Dhe është ekspertizë ose trup profesionale, kam kënaqësinë dhe obligimin që të komunikoj me ta, jo me akuza të prokurorisë së kapur në atë kohë, e cilësoj, jo me mediume të pambikëqyrura, klapa jo profesionale, dhe këtij aktiviteti në kuvend i ka paraprirë qëndrimi aktiviteti publik, politik dhe simbolik, dhe njëherët duke u bazuar në dokumentat zyrtare shtetërore, një ekspertizë sa përket cilësimit për kufizimit të rolit dhe detyrave të deputetit, apo siç e cilësoi ligjvënësit më herët. Qëllimisht kërkojmë nga gjykata që të tërhiqet drejtja shpandevrit Salih Xhipa për mënyrën siç referohet institucioni prokurorit shtetit. Atëherë, pas 15 vite, si të pranojmë akta akuzën e rregulluar, me njëherë jo dërgojmë parve edhe caktojmë seancën. Ta në një sot, nëse në dërgoj seancën? Konsideroj që përputhje me afatet që dhanë prokurorisë të ketë mirë kuptim ose adresim të afatit me një datë potencialisht jo më parë se 45 ditë. Pse? Nënkupton që jemi, me që jemi edhe figura publike dhe politike, nënkupton që jemi proces zgjedhor dhe ja që dikush e konsumon si
material propagandistik në raport me subjektin, me neve dhe me çështjen e gjykatës. Atëherë gjyqtari, vetëm i garanton për njerë se regjima se ashtu të trajtuat si person publik e as politik. Por në fatë aparatë që i ka kudi personës penale. Zjedhët neve si gjykatës në personën këtë që ako zjedhë, s'no zjedhë. Nuk e pata në gjykim tuaj, nëse vlerësim, okay. e që pata si orientim për mundësit tonë për pjesëmorje aktive. Në rregull. Lutëm, se s'ke qëllimin ndaj Në rregull.